Faqja Na ishte dikur kujton sot një nga figurat më të shquara të teatrit dhe kinematografisë, i paharruari Roland Trebitska. Më 13 janar 1947, në qytetin e Korçës, linde një djalosh që do të bëhej një nga ikonat më të dashura të humorit dhe teatrit shqiptar, Roland Trebitska. Një emër që sot mbetet i paharruar, një zë që solli buzëqeshje dhe reflektim për breza të tërë. Në Korçë, mes rrugëve të gurta dhe traditës kulturore të qytetit, Rolandi kreu shkollën e mesme Raqi Qirinxhi, që në moshë të re ai u tërhoq nga skena. Hapat e parë i hodhi në estradën e ushtarit, pranë shtëpisë qendrore të ushtrisë popullore. Ishte aty ku bashkë me emra si Aleko Prodani, Koço Devole, Zevdeda e Sejfullah Myftari, nisi të ndërtonte themelet e humorit modern shqiptar. Në vitin 1971, Roland Trebitska u bë pjesë e teatrit popullor, sot teatri kombëtar. Për gati 3 dekada, ai interpretoi role të shumta, duke sjellë në skemë karaktere të paharrueshme. Publiku e kujton si Xhenarinën tek Magjia e Madhe, Zganarelin tek Don Juani, Lestakovin tek Revizori. Çdo rol i tij ishte një leksion arti, një pasqyrë talenti të rrallë. Por kulmi i popularitetit erdhi me rolin e Jovan Bregut në komedin Pallati 176. Me humorin e tij të gjallë, batutat e mprehta dhe interpretimin e paharrueshëm, Trebitska e shndroi këtë personazh në një ikon. Komedia thyeu rekorde shikueshmërie, mbi 500 shfaqje në 7 vjet, 10 transmetime televizive, mijëra videokaseta të shpërndara. Jovan Bregu nuk ishte më thjesht një rol, u bë pjesë e folklorit të përditshëm, një gjuhë e përbashkët e humorit shqiptar. Roland Trebitska nuk u kufizua vetëm në teatr, ai la gjurmë edhe në kinematografinë shqiptare. Debutoi si Kosta në filmin Debatik në vitin 1961, më pas spikati në Ëndër për një karrige si Vaska dhe në koncert në vitin 1936 si Nesti. Çdo rol i tij në ekran ishte i mbushur me jetë, me gjallëri, me atë sharm të veçantë që e bënte të dallueshëm. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, Trebitska u nderua me titullin Artist i merituar dhe qytetar nderi i Korçës. Në vitin 2002, roli i Rojës tek Mbreti po vdes e çoi deri në festivalin ndërkombëtar të teatrit eksperimental në Kairo, ku ishte kandidat për çmimin Aktori më i mirë mbështetës. Në vitin 2011, një sëmundje e rëndë në mushkëri e detyroi të largohej nga skena. 2 vite më vonë, më 6 mars 2013, Roland Trebitska u nda nga jeta. Por kujtimi i tij nuk u shua. Ai mbetet gjallë në çdo batutë të Jovan Bregut, në çdo rol të tij, në çdo buzëqeshje që solli tek publiku. Roland Trebitska ishte më shumë se një aktor, ishte një simbol i humorit shqiptar, një mjeshtër i skenës, një njeri që i dha shpirt artit dhe që la pas një trashëgimi të pashlyeshme. Sot, kur kujtojmë jetën e tij, kujtojmë edhe fuqinë e artit për të na bashkuar, për të na bërë të qeshim, të mendojmë dhe të ndjejmë. Për faqen Na ishte dikur, Roland Trebitska do të mbetet gjithmonë i paharruar. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton, Na ishte dikur.